Më shumë se gjysma e shqiptarëve në moshë pune kanë vetëm arsim fillor ose 9 vjeçar. Të dhënat e fundit të Instat nxjerrin në panj një nga plagët më të mëdha të ekonomisë shqiptare, mungesën e arsimit dhe kualifikimit profesional të forcës punëtore. Sipas statistikave, 52% e grave dhe 44% e burrave mbi 25 vjeç kanë vetëm arsim bazë, raporton Monitor. Një realitet që kufizon mundësitë për punësim cilësor, ul pagat dhe mban ekonominë shqiptare të mbështetur kryesisht tek puna me kosto të lirë dhe sektorët me vlerë të ulët të shtuar. Bizneset po përballen gjithnjë më shumë me mungesë të stafit të kualifikuar, ndërsa kompanitë teknologjike dhe investitorët serioz hezitojnë të investojnë në një treg ku forca punëtore ka nivel të ulët arsimor. Edhe Banka Botërore ka renditur mungesën e aftësive si një nga shqetësimet kryesore të sipërmarrjeve në Shqipëri. Problemi bëhet edhe më i rëndë nga mungesa e trajnimeve profesionale dhe pjesëmarrja shumë e ulët në arsimin gjatë gjithë jetës. Ndërkohë, vendet e rajonit si Serbia apo Maqedonia e Veriut kanë nivele dukshëm më të ulta të popullsisë me vetëm arsim fillor. Ekspertët e lidhin këtë situatë me tranzicionin e gjatë, emigracionin masiv dhe braktisjen e shkollës nga shumë të rinj që u futën herët në tregun informal të punës ose emigruan. Pasojat sot janë të dukshme, paga të ulta, mungesë produktiviteti dhe rrezik më i lartë varfërie për mira qytetarë që mbeten jashtë tregut modern të punës.